Kosovës që po na ndëgjojnë, dihet shumë sakt pse Kosova ka shku në zgjedhje, ajo dhe ku është faji, se pyetja është kush e çoi Kosovën në zgjedhje. Lëvizja vetëvendosje i ka fitu 51%. Dhe plotësisht ka pas drejt ta merr qeverinë dhe ta udhëheq qeverinë me 60 ministrin i ministri dhe pasi dyshim kur kush e ka kontestu. Kosova ka shku në zgjedhje në ditën kur është konstitu Kuvendi i Kosovës. A ditën kam qenë kryesi, a ditë e kom pa që nuk ka marrëveshje politike, dhe a ditë është vërtetu që do të ketë një tendencë pasaj që dul të jetë publike për të marrë pozicionin e presidentit. I gjithë procesi i konsultimit politik në mes të lëvizjeve të vendosje, takimet që kanë ndodhur, ka qenë një spektakël politik që nga fillimi është ditë që synimi nuk është me prodhu një kriter të një profili, të një presidenti unifikues. Si vjen deri te presidenti? Te presidenti vjen dy mënyra. Ose ke marrëveshje politike për me bashkëqeverisë që në ditën e parë nuk ka ndodhur kur është konstituu Kuvendi i Kosovës, ose në anën tjetër e përcakton një kriter, një format të ardhjes deri tek një profil i një presidenti unifikues që kur nuk ka ndodhur. Në ditën e fundit e ke marrë vesh që zoti Glauko Njusa është kandidat. Në ditën e fundit e ke marrë vesh që doktoresha Fatmire Mulhaxha është kandidate. Dhe në ditën e fundit ka pas një tentim, përkundër faktit që gjithkohën është fol për 86 vota, për me imponu një votim i cili ka ndodhur me 63 vota, e të cilin po e konfirmoi publikisht Aleanca për Armiqsinë e Kosovës ka qenë kuvend se kish lënë. E kryve pjesën